emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma kudo që na ndihni të nderuar shikues, përfundimisht Kosova po e përfundon, po them, këtë serialin tragjikomik bllokimit të shtetit. Përfundimisht vendi pritet të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme për parlamentin e ri, duke e konkluduar një situatë mjerisht të rëndë politike për vendin, që qytetarët do të detyrohen përsëri të dalin në votime, megjithse votuan me nënshkurt të këtij viti për të shprehur vullnetin politik në mënyrë që gjithë partitë që i ka Kosova të japin vendit institucionet, i vendosën të japin mundësinë partisë së Zotit Kurti me 42% që ajo të shpreh gatishmërinë e vullnetin për bashkëpunim, konsenzus e kompromis, gjë që nuk ndodhi. Por dhe partitë tjera përdorën taktika truçe të ndryshme nga fillimet e konstituimit të kuvendit, edhe jemi këtu ku jemi për të konstatuar sërish nevojën që institucionet nuk po krijohen, vendit po i mbetësin këto detyrime ndërkombëtare që i ka, qoftë me marrëveshjen dhe planin franko-gjerman, me aneksin e Ohrit, me detyrimet që ka Kosova për ta zbatuar dhe vend funksion statutin e asociacionit Kosovës, mos të shmangim problemet që ka vendi me shportin e konsumit, problemet zhvillimore ekonomike e tjera. Thjesht një situatë gati pikëlluese, nën shqetësime që edhe zgjedhjet që përmbahen, nëse nuk monitorohen mjaftueshëm, rrezikon vendi që përballet me një klimë politike ku kontestimi i zgjedhjeve mund të parashikohet lehtësisht. Prezantoj për analizë gjithë kësaj situate kolegun analistin Jora Frim Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën. Mirësiret. Se cilën fjali që mund ta themi kritike për këdo qëndron, thuajse tash nuk mund të heqësh as pikë as presje, por vetëm mundesh me vazhdu këtë kritik për agoninë politike që ka vendi. Por ne do thot tash po bëhet gati se një vit që jemi marrë me këtë temë, do thot prej përfundimit të zgjedhjeve nacionale, certifikimit të tyre, por them drejtën edhe paraprakisht edhe para zgjedhjeve do thot kishte indikacione vrije qartë se do të hynim në këtë cikël permanent të krizave politike, brenda një skenarit të orkestruar e të mirë menduar që nuk është në funksion të adresimit të nevojave të qytetarëve, por për të shfryzuar situata të këtilla vetëm për përfitime partijake. Madje unë ndjej veten këtë që duhet i përsërisim ato që i kemi thënë thuajse gjatë kësaj kohe, dhe edhe ajo që ndodhi dje në kuvendin e Kosovës nuk është diçka që nuk ishte e parashikueshme, se vreja e qartë do të ishte e mirë kalkuluar që të shkohet në këtë variant dhe që të gjendet një alibi politike dhe publike për zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme, me shpresën se subjektet politike do të mund të përfitojnë elektoralisht më shumë prej tyre. Tash do thot ato të ndodh kjo mbetet të shihet, por edhe fjalimet nëse i shohim, do thot fjalimet si të Albin Kurtit, të Glauko Njumcës, më shumë se fjalime për qeverisjen e ardhshme ishin fjalimi të ekspozimit të punëve të mira që kanë bërë për Kosovën gjatë këtij mandati qeverisës, dhe se mjerisht e fatkeqësisht sipas këndvështrimit të tyre të njëjtit po bllokohen nga subjekte të tjera politike parlamentare, por që ky bllokim është edhe bllokimi i shtetit të Kosovës dhe sukseseve të tij. Pra, ishin fjalime shfaqësuese, ishin fjalime në kërkim në atë që kemi thënë prej fillimit, njerëzisht i gjithë diskursi politik, i gjithë diskursi publik në skenën tonë politike është reduktuar në një temë kryesore, se kush do të jetë ai fajtori i madh, se si do të arrihet të bindet opinioni se cila palë është fajtore për këtë gjendje në cilën jemi katandisur. Do të kjo është një fatkeqësi dhe ne hym tash do të thotë në një fushatë elektorale, në një vit të humbur politik për Kosovën, hym me tema që duhet të jenë realisht thuajse të papërfillshme nga interesi publik, nga se diskutimet politike, alternativat ndërmjet subjekteve politike realisht duhet të jenë krejt
tjera, por mjerisht për shkak të presioneve që janë akumuluar dhe që janë bërë çështje akute në një me çështje bazike, me çështje elementare politike, për shkak të frikës dhe kërcënimit përballë një situate më të mundshme kaotike. Sot shoqëria në Kosovë, qytetarët e Kosovës kanë filluar të nënshtrohen një presioni për një kaos të mundshëm që mund t'i pres nëse vazhdohet ky cikël i pafundëm i krizave. Dhe oferta kryesore politike do të jetë se kush është ai faktor, ai agent politik, ai forcë politike, ai garancion, domethënë ai subjekt politik që ofron garancione më të mëdha se mund ta shmangë këtë kaos të mundshëm të prodhuar dhe orkestruar pikërisht nga subjektet politike. Pra ata që janë burimi i problemit për përfitime partijake elektorale, tash do të na shfaqen se si ata janë çelësi dhe zgjidhja magjike për këtë krizë e cila është akumuluar. Kjo është në tërësi, do të gjendja në të cilën jemi katandisur, por janë edhe arsye tjera ato që i përmendët të dhënë në fillim. Sa bëjmë po. Dje u mbajtën 2 seanca, njëra ftuar si që thanë dhe në mënyrë të paligjshme, të tuse për buxhetin, me gjithë nevojat. Natyrisht që ka vendi, por midis nevojave dhe respektimit të frymës germës ligjit e kushtetutës, zoti Kurti tha, leni procedurën, leni mbyllni syt, ta votojmë buxhetin se ka rëndësi e tjera, duket edhe u cilësua si një seancë elektorale. Nuk ishte seancë për buxhetin. A vetëm seancë për buxhetin nuk ishte. Mënyra dhe se si është organizuar dhe është aranjuar organizimi i asaj seance nuk ka pas të bëj asgjë me buxhetin. Ka pas të bëj me shndrimin e foltorës së kuvendit, e ligjshme nga një pikpamje politike, me shndrimin e foltorës në kuvendit në platformë për fjalime elektorale. Nuk bëhen seancat e kuvendit ashtu sepse unë disa herë kam thonë, po nuk ka nevojë as ti je jurist, as nuk ka nevojë të thellohesh në analiza strukturore juridike për ta kuptuar një rend logjik të gjërave. Fakti që një qeveri bjen nëse nuk i ka lënë buxheti është tash paradoksal, është kundërshtim me natyrën e gjërave që fillimisht të votohet, të miratohet buxheti për vitin e ardhshëm dhe më pastaj qeveria. Ndërkohë qeverit bim se s'ju kalon buxheti. Do të vetë ky organizim vetë kjo mënyrë, ky orkestrim, ky organizim i renditjes së temave tregonte që këtu nuk bëhet fjalë për miratim të buxhetit, nuk bëhet fjalë as për votim të qeverisë, as për asgjë tjetër, vetëm shfrytëzimi për herë të fundit i foltorës së kuvendit të Kosovës për atë që do të filloj sot me takimin e presidentes Osmani. Tash datat janë të parëndësishme me një farë aspekti, do të jetë 28 apo do të jetë të dy datat janë të pazakonta për secilin vend që ka. Përgjë edhe mos harrojmë edhe një fakt këtu për ta përmbyll këtë pjesë, do thotë, edhe lojën taktike të presidentes, do thotë, dje u vërtetu, do thotë, katërcifrisht, do thotë që e njëjta ka manipuluar me dhënien e mandatit për Glaukon Juncën, me pretendimin se njëri e ka bindur që i ka votat. Votimi tregoi që nuk i ka pasur votat. Unë jam i bindur që si ka pasur votat asa ditë kur e ka marrë mandatin. Prandaj kjo ka qenë vetëm që të blihet edhe 2 javë, 10 ditë, 2 javë sapo i bën kohë që të blihet. Ishte në pakt me zotin Kurti. Po dëgjoj, nuk ka asnjë shpjegim racional, domethënë empirik, që mundet ajo me demantu këtë sen, sepse votimi është përgjigjja më e mirë ndaj pretendimeve të ajo mund të arsyetohet mbase si Kurti tash thotë se po në qershor i kemi pasur votat për më pastaj në ndërkohë atë kujtohet disa ditën kur u nominua nga partia e tij vetvendosi ishin të njëjtit. Në ditën kur u nominua e ke thënë edhe në këtë studio vet Glaukon Junca, vet bashkë me Albin Kurtin, thanë që nuk presin që të kenë vota. Po Po shkojnë ta marrin votbesimin në kuvend pa marrëveshje politike. Pa marrëveshje politike. Që është edhe që nuk ka shans teorike të ketë marrëveshje politike me tjetër u dhan ultimatum të tjerëve që ta votojnë të qeveri sepse kollapson shteti. Pra, do thotë është një lloj shantazhi, por edhe skenari parashikuar. Pas 7 vite shantazhi e gjithë gjenealogjia, pa hyrë çka ka ndodhur prej certifikimit të rezultatit. Vetëm gjenealogjia e 2 javëve të fundit kur mandatohet dikush në bazë të diskrecionit të presidentes, mbi disa kritere mbizotruese, por që realisht nuk i ka plotësuar ato kritere, e pasqyron këtë lojë. Si plotësoi kriterin mbizotruese? Po, do thotë e pasqyron realisht këtë lojën e cila ka qenë dirigjuar dhe orkestruar nga partia fituese e zgjedhjeve për të përfituar kohë,
për të shtup në njërën anë presionin mbi qytetarët e Kosovës, sepse sa më shumë kohë që kalon aq më tepër do shtohet angthi mbi atë se çka na pret nga mos miratimi i buxhetit, ne po e shohim kanë filluar qytetarët do të ta ndjejnë këtë lloj angthi. Të shqetësohen që është normale, është e natyrshme kjo. Pra dhe në anën do të blehet kodën në anën tjetër në atë që shihet evidente që është kalkulim elektoral i lëvizjes vendosja. A do të dal, nuk e di, nuk mund ta parashikoj. Jo konsideroni që me dje u rikonfirmu katërcipërisht që presidenti abuzoi me pozitën dhe detyrën e saj. Duke u vënë në skenar zbatimit kurthit për blerje kohë. Absolutisht. Po sepse do thotë shumë panevojshmërisht dha 2 javë kohë kur ishte evidente se ajo që ta përmbyllim këtë ajo që vetë mbarësit e këtij procesi deklaronin që nuk i kanë votat. Por që kjo ishte kalkulim politik nga supozimi që sa prezenca më e madhe e diasporës në një atmosferë festive, ajo atmosfera e festave të fundvitit ndërmjet Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri është krijohet një adrenalin tjetër politike elektorale që tentohet të maksimalizohet. Është e mundshme që të krijohet në klimën e një polarizimit thellë politik, që këto zgjedhje mbase do të karakterizohen. Do të hyjmë po ashtu në këtë pajtohem, do të hyjmë në barrën e kontestimeve dhe dyshimeve që kanë ndodhur pavarësisht në qytetin e Mitrovicës, pavarësisht se BZAP-i dha një gjykim që nuk ka nevojë të ripërsëriten votimet, ta shohim edhe gjykata supreme çfarë verdikti final po jep, por jemi po ashtu në nethet e këtyre kontestimeve politike që siç e thatë edhe ju, ekziston rreziku që për herë të parë Kosova të marrë shembuj vendeve në rajon dhe jo që vendet në rajon të marrin shembull Kosovës që të hyjnë një cikël permanent të kontestimit të legitimitetit politik. Dhe pastaj kjo do të thellonte edhe më tej krizën, sepse përndryshe edhe ashtu fakti që është hera e parë do të na për herë të parë tash jemi duke i bërë përkeq disa gjëra, e kam thënë disa herë, është hera e parë që Kosovës po i ndodh që të shkohet nga një palë zgjedhje pa përjashtuar ato lokale që kanë pasur afatin nga një palë zgjedhje parlamentare në tjerat parlamentare pa arritur të konstituohen organet qendrore që duhet të dilin nga zgjedhjet e fundit parlamentare. Pra, ka pasur qeveri që se kanë plotësuar mandatin kushtetues, ka pasur qeveri 2 vjeçare, ka pasur qeveri 3 vjeçare, ka pasur edhe sikur ajo Abdullah Hoxha. Por nuk ka ndodhur asnjëherë, po. Mirë, po nuk është që asnjëherë në historinë e parlamentarizmit në Kosovë, presë Kosova mban zgjedhje dhe presë ekziston si shtet, është për herë të parë që po ndodh ky fenomen ku kalohet nga një palë zgjedhje në zgjedhje dhe me rrezik. Pra po me një rrezik shumë të madh, nuk di sepse mungon alternativa, mungon siguria që do të kemi një qeverisje edhe pas përfundimit të këtyre zgjedhjeve. Dhe me rrezik që shkohet edhe me të njëjtën logjik, me një zgjedhje të reja të vazhdueshme. Pra të jetojmë në efektet e fushatave elektorale permanente, premtimeve abuzive, ti juaj premtime abuzive në farë mënyrë me qytetarët e Kosovës dhe që të pengohet stabiliteti e të pamundsuar stabiliteti. Shkelja kushtetutës e frymës edhe germës Kasollit duket që më nuk përfaqëson fatkeqësisht. Lajm, është një lloj normalizimi. Lajm për secilin vend normal me traditë normale demokratike. Shkelja goditja rënd e kushtetutës është pikëlluese, është brengë e madhe. Për sa kohë Kosova ndodhet pa institucione. Me qeverisje kujdestare, me kryeministër kujdestar dhe që ndërmerr veprime për nevojat vendit, siç thot, duke mbyll syt e duke shkelur kushtetutën. Po dëgjoj, disa herë diskutime si do ta cilësoni, do ta demarkoni, do ta definoni politikisht Kosovën sot. A është gjendje e jashtëzakonshme sot? Gjendja anomalie, gjendja anormale është situata, mirë po na disa herë mos harro kur kemi diskutuar, kur kam tentuar ta deshifroj doktrinën politike të lëvizjes vetëvendosje, do thotë, dhe atë të Albin Kurtit, jam përpjek ta tregoj se si ky subjekt politik në mos të madhe e sheh veten si përfaqësuese e vetme legjitime të popullit të Kosovës që nuk kanë shumë rëndësi për të procedurat. Disa herë e kam thënë këtë, ajo është edhe ajo që e deklaroj dje, është manifestim i të njëjtës skemë ku ekzistojnë vetëm 3 kategori brenda sistemit politik, është populli, lëvizja dhe është përfaqësuesi i tyre. Prandaj nuk kanë rëndësi procedurat për të thotë. Mund të shkelen edhe procedurat sepse ne jemi më të rëndësishëm si përfaqësues të popullit se sa procedurat. Kjo është pak a shumë skema politike me cilën
operon lëvizjave të vendosjes. Sa më shumë që relativizohet pesha e procedurave aq më mirë për këtë subjekt politik, sepse kjo është përfasuese, kjo është zëdhënëse autentike. Kjo është mesazhi që po i jep. Mesazhi që nga veprimet dhe nuk është nëse të kujtohet për asaj metaforës që e kam pas përdorur tash mos ta përsëris me shiun, nëse të kujtohet me Zoti, shiu, populli, investimet, zisa e mend. Ishte një përdorim atje, është pasojë, domethënë kjo që ishte dje është pasojë të njëjtës fryme, të njëjtës çësje të gjykimit edhe të vlerësimit politik. Edhe kjo dje më rëndësishëm se sa procedurat është buxheti që populli do thotë mos mbetet edhe me Kaligulën e ke bërë. Edhe me atë, do thotë pak a shumë këto janë ilustrativ. Disa herë do thotë ju kam referuar kësaj mënyre të operimit politik dhe kjo nuk po shumë diçka të jashtëzakonshme. Por më rëndësi janë vendimet që merr ai si përfaqësues popullit se sa. Dëgjoj, sepse ai është ligjet fuqi, se sa procedura, se sa sipas këndvështrimit i ai është zëdhënësi autentik i popullit. Do të tjerat janë pengesa, këto tjerat nuk janë norma që duhet ta kufizojnë sjelljen e mundshme abuzive, por janë pengesa që të krijohet lidhje drejt për drejt ndërmjet popullit dhe liderit. Kjo është ndryshoj. Kjo është pak a shumë skema politike që në vazhdimsi Kurti e ushqen për doktrinën e tij politike. Ashtu edhe manifestin e vetvendosjes të vitit 2015 apo 16 ka solli. Jetojmë në një gjendje të jashtëzakonshme, një gjendje permanente dhe ne kemi hyrë në një gjendje permanente të jashtëzakonshme, nga një palë zgjedhje në tjerat. Nuk janë këto krizat rastishme, janë pasojë një dirigjimi të mirë menduar politik për ta mbajtur vazhdimisht opinionin të fokusuar në tema të mëdha, në premtime pambulese elektorale dhe në fund për të shfaqur si viktime komploteve të lloj-llojshme që e pamundsojnë materializimin e vullnetit qytetar. Pra jemi brenda kësaj skeme politike, ndërkohë ajo që e tha dje Kurti, që edhe që kemi diskutuar bashkërisht, do thotë në seancë, që unë mendoj kërkon një trajtim të veçantë, duke justifikuar qeverisjen e tij, do thotë duke pretenduar që për dëshmuar se si ajo ka qenë e suksesshme në planin ekonomik dhe social, do thotë në gjitha dimensionet, tha që në Kosovë nuk ka krizë ekonomike, ka zhvillim, rritja ekonomike është kaq, sepse po të kishte krizë dhe po të kishte pakënaqësi, do të kishte protesta qytetare. Prandaj tha ka ankesa opozitare dhe jo protesta qytetare. Unë mendoj që kjo është një temë e cila tash kjo do të kërkonte një elaborim shumë më gjerë sepse realisht kjo konkludon gjithë mandatin e tij si kryeminist. Si kryeminist që fakti qeverisje në ndërhatit plot pa i bërë pengesa kush. Dhe unë mendoj që pa i prish Terezin kush. Përgjigjen këtë pyetje unë besoj që duhet ta kërkojnë edhe subjektet opozitare sepse realiteti është tjetër, nuk është që nuk ka pakënaqësi ekonomike. Unë disa herë në diskutime që kemi pasur, ju kam referuar hulumtimeve të opinionit publik të realizuara nga organizata UNDP, të cilët e kanë projektin mbatja e pulsit publik. Dhe të gjitha këto hulumtime në mënyrë të vazhdueshme kanë dëshmuar edhe rritje të varfërisë në Kosovë. Gjatë qeverisjes Kurtit është rritur varfëria për 2% në Republikën e Kosovës, po ashtu pakënaqësi madhe qytetare me gjendjen ekonomike ka pasur, qytetarët kanë shprehur frustrim me gjendjen ekonomike, papunësinë kanë konsideruar problemin më të madh në vend. Dhe pse tash, ky realitet, zymtor social e ekonomik nuk është përkthyer në mobilizim politik. Kjo është besoj një temë sociopolitike që ja vlen të analizohet të diskutohet dhe në ndërkohë po ndërton formulime elektorale. Ndërkohë çka ka ndodhur? Ka ndodhur një paradoks tjetër. Çka ka ndodhur një paradoks tjetër. Do të kemi pasur degradim ekonomik, por paralelisht gjatë këtij mandati qeverisës vetëm sipas të dhënave të Eurostatit, vetëm për 4 vite mbi 200 e diçka mijë qytetarë kanë lëshuar vendin. Një qytet i madh një Prishtina do thotë është më pak. Është më pak në Republikën e Kosovës. Kemi pasur ikje të qytetarëve, kemi pasur largim nga Kosova drejt vendeve perëndimore, por në të njëjtën kohë jo manifestime publike politike kundër gjendjes që dominon. Dhe në fund, ajo që është më paradoksale, po ashtu shumica e këtyre qytetarëve që kanë shprehur pakënaqësi me gjendjen ekonomike, kanë shprehur një lloj kënaqësi me drejtimin e vendit nga leadershipi aktual.
Këto janë 3 tema të mëdha sociopolitike që e pasqyrojnë besoj gjithë paradoksin në të cilën ne po jetojmë. Ne edhe protestat për rrymën dhe ato u fikën para se të fillonin mirë. Betën margjina. Betën margjina, po ndëgjoj, është absurd të thuhet qytetarët e Kosovës janë të kënaqur me shtrejtimin e rrymës dhe shtrejtimi i rrymës i cili reflektohet më pastaj edhe në gjitha poret e tjera të jetës në shportën e konsumatorëve të qytetarëve të Kosovës. Por kjo është një pyetje e cila duhet t'i adresohet. Unë besoj duhet t'i adresohet edhe subjekteve. Kurtin ku vend edhe gjithë shfaqi veten konjunktura e tij. Si figurë stabiliteti social dhe ekonomik. Dhe me këtë kauz, siç e kam thënë. Jepni tha buxhetin e qytetarëve. Dëgjoni, edhe me këtë kauz, siç e kam thënë këtu dhe insistoj, mund të krijohet për shkak të kësaj klime depresive, mund të krijohet një momentum për përfitim politik nga ai, sepse ne tash jemi përballë 2 skenarëve rit. Për 2 ne shkojmë në zgjedhje me 2 skenar. Në njërin anë kemi lëvizjen vetëvendosje që mund ta ruajmë mbështetjen, mund të ketë më pak apo mund të ketë më shumë mbetet të shihet, dhe kemi subjekte tjera politike parlamentare që nëse i qëndrojnë konsekuent sjelljeve të tyre të deri tanishme politike, kanë dëshmuar një gjë, që nuk janë as me Kurtin, sepse realisht çka ato mendojnë intimisht është temë tjetër, mbas ato dëshirojnë edhe të jenë me Kurtin ose ndërmjet vete mirë, po sjelljet e tyre publike kanë dëshmuar një gjë, nuk janë as me Kurtin as me vetveten. Aktivisht fjalia e Kurtit që u promovua shumë në këtë rrjete sociale nga mbështetësit e tij. Nëse ne si pas tyre që kemi vonuar, pse nuk janë këtu për të na lënë neve fajin e popullit buxhetin. Fjali të ndërtuara me motivacion tipik elektoral. Dhe të kërkimit të fajtorit. Po them që janë legjitime kasulli. Është betejë legjitime. Në kuptimin betejë legjitime për synuar siç thonë këta mbi 500.000 vota në mënyrë që tash të mos kemi pengesë askë për t'i dhënë vendet institucione. Nuk i dhanë 9 muaj dhe përsëri ndodhet në formulim të një kauze, gjë që e ka zoti Kurtit në dallim prej oponentëve tij, mi jepni 500.000 vota në mënyrë që këta mos na bllokojnë, që janë me listën serve e kështu me radhë. Po ndëgjoni, na hym në këtë zgjedhje hym me 2 opsione në skenë. Se tash këtë që e përmendëm të zotit Kurtit dhe atë të subjekteve gjithmonë po i themi opozitare për shkak të mandatit të kaluar, sepse ky kuvend nuk arriti të krijojë qeveri dhe pushtet dhe opozitë, realisht në kuptimin administrativ e juridik, dhe të subjekteve opozitare që është e vërtetë që ato dëshmuan të suksesshme ta bllokojnë Kurtin, pikpamje juridike. Në pikpamje juridike ta bllokojnë Kurtin që të rilegjitimohet si drejtues qeverie dhe për një mandat plot. Kjo nuk mund të mohohet. Në kuptimin formal juridik, edhe politika në kuptimin formal dhe juridik, një lider i cili ka fituar 42% të votave nuk arriti të bëjë kryeministër për shkak të mungesës së vullnetit politik nga të gjitha subjektet kryesore. Për herë të parë nga të gjitha subjektet tjera parlamentare për të bashkëpunuar me të. Deklarativisht siç kanë thënë. Përjashto tendencën apo planin njëherë të lidhjes demokratike të Kosovës për të krijuar një qeveri të tranzicionale me mandat të skaduar për të adresuar këto tema për të cilat sot Kurti po ja akuzon opozitën se janë fajtorët që e kanë bllokuar vend. Praktikisht Lidhja Demokratike e Kosovës kishte propozuar qeveri me mandat të kufizuar pikërisht për t'i tejkaluar këtë tema. Marrëveshjet ndërkombëtare me cilën Kosova do të humb miliona euro dhe sa i përket buxhetit të Kosovës. Kjo kishte qenë. Dhe Kurti sot do të kishte refuzuar këtë formë këtë ofertë të lidhjes demokratike të Kosovës me arsyetimin se LDK nuk dëshiron të shkëputet nga PDK, nuk mund të bashkëqeverisë me PDK në fjalimet njëra politike, për të ardhur në situatën që tash ta shtoj presionin mbi dhe shantazhin mbi subjekte tjera opozitare mbi të njëjtat tema që dikur kishte pas ofertë se si mund të adresohen për një periudhë të shkurtër. Zbarkoi të propozimi LDK-s Kurti. Kërkesa e djeshme, vokabulari i tij politik, fjalori i tij politik, thirrja e tij politike ishte që të votohen këto tema për cilën Lidhja Demokratike e Kosovës e kishte bërë të ditur vizionin e saj se si mund të tejkalohen këto sfida akute që po i imponohen formulë politike. Përmes cilës formulë po i imponohen në Kosovës. Pra thotë, kjo është dhe tash si kisha duke vazhduar setimin logjik. Dhe tash jemi në një situatë
jemi në këtë situatë ku në njërin anë përjashtoj këtë ofertë të lidhjes demokratike të Kosovës, jemi në një situatë ku subjektet opozitare, si thash, kanë dëshmuar kapacitetet ta bllokojnë Kurtin, por që Kurti më pastaj këtë bllokat po e shfrytëzon si bllokat të buxhetit të shtetit, si bllokat të funksionimit të shtetit të Kosovës për të sulmuar subjekte të tjera. Duke animuar këto subjekte si bllokues të shtetit, po. Dhe në të njëjtën kohë ato nuk kanë qenë gjendje të dëshmojnë që janë të gatshme të ndërmjet vetit të ndërtojnë partneritet dhe të krijojnë alternativë qeverise. Sepse nuk mjafton politikë të jesh vetëm kundër diçkaje, vetëm kesh qëndrim mohus nëse nuk rrezaton edhe alternativë. Leksioni ka solli, cili është gjithë këtyre 9 muajve. Leksioni është kush po e kthen në favor situatën sipas jush politikisht në gjendjen e tashme. Dëgjoni, unë nuk duhet paragjykoj. Kush po ka Dëgjoj, unë nuk duhet. Kush po hyn me kauz të drejtë të padrejtë. Unë mbroj pikpamjen që kryefajtori për gjendjen në Kosovë është Albin Kurti për këtë stagnim. Mirë, po nëse Kurti do thotë arrin që ta shfrytëzoj politikisht këtë blokad për cilën është përgjegjësi kryesor që ne po e përjetojmë, është temë tjetër politike më pastaj, është temë që subjekte tjera opozitare duhet. Apo e bën këtë? Aktualisht është në një hap përpara në këtë drejtim, sepse po shfaqet si një viktime e cila me bllokimin e tij po bllokohet edhe shteti i Kosovës. Ndërkohë subjektet opozitare nuk kanë dhënë shenja si janë në gjendje ta zhbllokojnë buxhetin, janë në gjendje të ndërtojnë një alternativë politike ndaj Albin Kurtit dhe janë në gjendje të bashkëqeverisin për ta lënë atë në opozitë. Gjitha muaj, 9 muaj e tutje ka solli. Më fal se po jo, është gjitha 9 muaj e tutje. Çfarë them, muaj të e konkludimit një mendësie që nuk jep zgjidhje, nuk bën kompromis e konsenzus, por mendësi që manifeston dëshirën e zjarrt për bllokim, për ngarënie, kujt i lihet faji e kush të jetë heroi i shtetit e kështu me radhë. Vendi praktikisht ndodhet në situatë historikisht në gjithë këto vite të parlamentarizmit, në situatën e një goditit, një shkëmbit të rrezikshëm, nëse mund ta them ashtu politikisht, sepse mund vijojë edhe situata të trashët me tutje të konsolidohet edhe me tutje kjo krizë dhe të mos shohim në horizont një platformë racionale për t'i dhënë përgjigje reale kërkesave që kanë jashtë shtetit, qoftë në plan e brendshëm apo të jashtë ndërkombëtar. Dhe në gjithë këta muaj, cili leksioni ka solli? Kush po merr vendime në Kosovë? Kush po e çon mesazhin sipas jush? Zgjedhjet pritet mbahen shpejt. Kush po e çon mesazhin ka solli? Që unë po marr vendime. Madje në kundërshtim me aktgjykimin e Gjykatës Supreme. Kush po e çon këtë mesazh që unë jam vendimarrës në Kosovë? Në kundërshtim edhe me si thash të aktgjykimit të Gjykatës Supreme, aktualisht në këtë fazë vendime ka marrë vetëm lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Dhe unë prapë tham, kjo mund të shndrohet në favor se mund të krijoj shpresë se kjo është e vetmja alternativë që mund të na shmon nga kaosi që mund na pret nëse vazhdohet ky cikël permanent i krizave. Por tash ne duhet jemi të sinqertë dhe të hapur, metaforikisht po shprehem. Kërkesa pa ekuivoke e ministrit të punëve të jashtme të Gjermanisë ndaj Kosovës, por që ishte thënë edhe nga diplomat tjerë perëndimor, është arsyeja kryesore pse vendi po shkon në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme. Do të thotë presionet e diplomacisë perëndimore presionet e diplomacisë perëndimore prej sekretarit të NATO-s, Kaja Kallasit, ish sekretarit të punëve të jashtme të Britanisë, të cilët e kanë vizituar Kosovën gjatë kësaj kohe, janë kërkesat e tyre ndaj shtetit të Kosovës, arsyeja e vërtetë e zgjedhjeve në Kosovë. Sepse zgjedhjet po nxiten sipas jush. Unë besoj ka kërkesat e palekundrat komunitetit ndërkombëtar. Unë besoj që mirë kuptohem, besoj që unë mirë Kosova ta zbatoj asociacione kombëtare. Unë besoj që mirë kuptohem tash nga dëgjuesit e të varësisht me këtë çfarë po dua të them. Jo që ata janë fajtor pse ne po shkojmë në zgjedhje, sepse është përfaqësues të shtetit të Kosovës i kanë pranuar ato detyrime dhe obligime në raport me procesin e negociatave. Por tashmë atyre ju duhet ta zbatojnë një detyrim të cilin kanë investuar për ta satanizuar brenda dhe për ta krijuar një gogol politik. Dhe nuk ka subjekt politik i cili është në gjendje që vetëm
ta adresoj Për këtë ta çështje. shkruaj edhe ish opozita nuk u bë bashkë. Po nuk u bë bashkë edhe nuk u bë as me Kurtin, as nuk u bë bashkë edhe Kurti po ashtu nuk ishte vullnet për të qeverisur edhe për këto arsye, prandaj për ta mbajtur gjendjen. Patate figurativisht e nxehtë. Jo, realisht do thotë ne po e shohim që Peshë rënd. një peshë rëndë pa përballueshme, pa kapërdishme për këto subjekte politike, për shkak të investimit publik vetë që kanë bërë për përfitime elektorale. Sepse ky ka qenë gabimi që politika jashtme e shtetit Kosovës, momentin kur është shndru në kauz populiste për përfitime elektorale, atëherë na ka pru në këtë krizë pa shtekdalje U asnjëri të politike. mos marrë përgjegjësinë për t'i dhënë vendit institucionet. Për t'i dhënë vendit. Dialogu Kosovë-Serbi është arsye, detyrimet që vjen nga dialogu, çfarë tha? janë arsye që zgjedhjet po mohon në këtë kohë dhe çfarë tha asnjëri me asnjërin nuk bëri Çfarë tha marrëveshje. ministri i punëve të jashtme në Gjermani? Zbatoje Urgjentisht i filloni procedurat për fillimin e zbatimit të asociacionit. Sakt. Kjo unë realisht tash Po i ka thënë Kosova vet po. Po i ka thënë po Kosova, por tash i ka thënë Kosova Kurti përkatësisht. edhe Kurti i ka thënë, edhe subjekte tjera politike. Para ti, po. Domethënë kjo është temë prej 2013-s që mbartet prej një tavoline që i mbartet në tavolinë prej një qeverie në qeverinë tjetër. Secila qeveri në Kosovë është përballur me këtë presion. Mirë, po tashmë ka ardhur momenti final ku më tutje më nuk mund shkohet. Kemi ardhur në atë situatë që vetë tash pa i normalizuar detyrimet. Absolutisht. Po i keni raport nuk e alternativë. Po. Duhet ti zbatoni detyrimet që keni marrë në Bruxelles. Edhe nuk ka BE për ju pa normalizim të raporteve në Kosovë. Kohë gjatë është pritur që Kosova ta bëjë edhe vetë draft statutin e asociacionit. Nuk e ka bërë. Nuk e ka bërë këtë. Në fund kemi ardhur në atë situatë që edhe draft statutit të na imponohet. Draft statuti edhe ajo është i njëjti në tavolinë. Nuk është imponu. Është pranuar. Mirë, themi tash. Me qenë se ne se kemi shkruar draft statutin, aty e ka bërë një grup, që janë letësues. Një grup i Bashkimit Një grup i Evropian. Bashkimit Evropian. Atë draft statut e kanë propozuar dhe si tillë është pranuar. Është pranuar. Ju thënë po. Por nuk është quar për kontroll në rastin ton në gjykatën kushtetuese. Po e ka do të qohet, e ka të pashmangshme sepse nuk Ke marrë situatën rid pas shtekdalje. pa shtekdalje. Të mbështetur për muri. Këtë është atash. Edhe kjo subjektet politike në Kosovë e kanë obligim të situatë po dyshon që ka ndikuar që asnjëri me asnjërin të mos bëjë marrëveshje për koalicion. Motivi i vërtet, rid. Motivi real. real janë kërkesat figurativisht po shprehem, besoj që të mos keq kuptohen para të shikuesve të TV-s. Figurativisht po shprehem motivi i vërtet i shkurjes në zgjedhjet e reja janë kërkesat e ministrit të punëve të jashtme të Gjermanisë që u artikuluan shumë qartë dhe pa ekuivoke gjatë vizitës së fundit në Kosovë, por jo vetëm tek ti, të një numri të madh diplomatësh që e kanë vizituar. Ndajnë të njëjtin qendrim. Të njëjtin qendrim, nuk kanë asnjë dallim, edhe Britania, edhe se është pjesë e Bashkimit Evropian. Cili ka qenë qëndrimi i sekretarit britanik gjatë vizitës në Kosovë? Zbatoni detyrimet e Brukselit. Tash skenës politike në vend i duhet që ta kapërdi një gogol të madh politik që e ka krijuar për përfitime të brendshme dhe tash nuk kanë si dalin për kësaj situate. Prandaj gjitha temat tjera janë vetëm kamuflim. Të gjitha këto që po shpiken janë kamuflim për ta mbuluar arsyen latente të blokadës. Këtë e ka thënë edhe pas në shkurtit kur kemi bërë këtë studio në mënyrë sistematike analiza të vazhdueshme. Ke shfaq drojen dilemën. Edhe pse isha kritik edhe në që vendi mund mos ketë institucione, pavarësisht që Kurti nga një detyrim që ka marrë Kosova për ta zbatuar asociacionet komunale. Një gërgol të krijuar. Se isha kritik edhe ndaj jo sinqeritetit të presidentës Osmani kur deklaroi që hedhi disa akuza mbi Bashkimin Evropian se nuk ka avancuar procesi i Kosovës sa i përket kësaj agjende, duke fshehur arsyeën e vërtet dhe duke mos adresuar para opinionit publik këtë dështim të Kosovës për të lëvizur në këtë drejtim. Ajo është e brenda shkruar aty, e pranuar publikisht. Nuk ka bë kthim mbrapa brenda çtyne koordinatave politike ndërkombëtare. Në rrethana figurativisht në dhomë. Brenda rrethanave tjera ndërkombëtare nga një destabilizim i rendit aktual ndërkombëtar, ajo është temë tjetër, është mundësi hipotetike apokaliptike. Mirë, po brenda çtyne parametrave që ne tashmë jemi, unë nuk mund shoh lëvizje tjetër pa zgjedhjet e sërishme përmbahen që ta konkludojmë. E sërishme përmbahen që ta konkludojmë.
nën shqetësimin e madh se asnjëra palë nuk dëshiron të marrë përgjegjësitë për ta vënë zbatim detyrimin që ka marrë Kosova nga dialogu në Bruksel. Zgjedhjet tashme po mbahen për të ikë bashkësisë së komunave, por që këto zgjedhje zajednicës siç kanë thënë, por që të njëjtat vetëm do ta rikonfirmojnë edhe më shumë këtë obligim që e ka Kosova. Pra, Kosovës do t'i trashet arsyeja e vërtet për cilën po shkohet shumë panevojshmërisht në zgjedhjet e reja parlamentare. A prit një agoni edhe më të madhe politike pas këtyre zgjedhjeve, apo një leksion që sidoqoftë se morën partitë, dhe që të mund parafrohen në çfarëdo platforme politike, apo keni çdo lloj dyshimi, më nuk besoni fare të kësaj lloj mendësi. Unë dëgjoj nëse subjektet politike nuk po tham para opinionit publik, sepse këto tema mund të adresohen edhe prapa kuluareve, nëse subjektet politike nuk arrin që ta ndërtojnë një konsensus lidhur me këtë temë e cila është po i rrin Kosovës si shpata e Damokleut mbi qafë dhe e ka paralizuar shtetin e Kosovës në drejtim të agjendës së saj të konsolidimit ndërkombëtar të shtetit, sepse nuk njohje që u siguruan për jashtë kjo me Sirin disa prej njohjeve tjera, nuk është që përmirësojnë shumë ato shtete janë jo funksionale, janë shtete dështuara, disa shtete të Afrikës. Të rëndësishme, të vlerësuara. Dëgjoj, mirë po nuk është që i ndihmojnë Kosovës me realizu projektin e saj strategjik antarësimin në BE dhe në NATO. Antarësimin në BE dhe në NATO, dy prej strukturave kryesore euroatlantike që japin peshë kruciale, peshë të madhe të procesit të shtetëndërtimit të Kosovës, varen nga këto obligime që i ka marrë Kosova. Dhe ne do zvarritemi pritni që ta heqin nga tavolina që këto temat mos përdoren për karburant elektoral, ka solli. Dëgjoj, dje nëse e shohim, a nxorri gjithë kjo situatë këtë leksion. Po vijua me tutje për si më thon, për të gravituar në këtë terren pa cak. Unë pres që pa cak për shtetin. Unë pres që subjektet opozitare të tentojnë të shmangen elektoralisht kësaj teme, siç ka ndodhur në zgjedhjet e 9 shkurtit. Nëse të kujtohet kur kemi analizuar fushatën elektorale, të zgjedhjeve të 9 shkurtit, mas shumë të madhe ka dominuar një heshtje sa i përket krye obligimit të Kosovës dhe që është arsyeja kryesore e këtyre pengesave që na kanë dalë rrugës. Ndërkohë, unë pres nga zoti Kurti që në mas të madhe të luftoj ta mirëmbaj kauzën e tij për veriun e Kosovës në këto zgjedhje dhe që mjerisht po legjitimohet nga subjekte tjera parlamentare. Fjalimi i djeshëm i dy prej përfaqësuesve të subjekteve, sepse vetëm Ramush Haradinaj pa guxim ta përmend temën e veriut dhe ta kontestojnë ato që mund konsiderohet shtrirje sovranitetit, lishmërisë e tjera, duke thënë që veriu nuk është ashtu siç ju tentoni të përfitoni politikisht, është një temë më e komplikuar politike. Gjua politike e Haradinajt është më direkte. Dëgjoj, merrem dëgjoje fjalimin e Urani Ismailit në emër të PDK-s dhe të Lumira Bishikut. Asnjëri prej tyre nuk e përmendin krye në racionin kryesor të Albin Kurti që e konsideron si njërin prej makrosukseseve të tij politike në shtrirjen e dëshirojnë ta legjitimojnë. Po në këtë mënyrë duke e heshtur, në këtë mënyrë ata i japin legjitimitet, nuk ka kontestim Kurtin këtë temë. Praktikisht ne dolëm në seanca përfundoi. Pas edhe mendojnë që ka pasur sukses? Nëse ka pasur sukses, atë kjo heshtje mu më bën me kuptu që brenda nuk kanë guxim të ballafaqohen me krye në racionin e Albin Kurti. Nuk u përmendën as obligimet që i ka Kosova që i ka pranuar Kurti. Jo, nuk u përmendën. Asnjëri prej tyre nuk i adresoi për ta kritikuar Kurtin çka i lën tavolinë Kosovës. Ismaili kryesisht u fokusuar te zhvillimi ekonomik, te konsekvencat. Te zhvillimi ekonomik i cili më pastaj nuk kishte përgjigje në pyetjen e Albin Kurtit pse nuk protestove edhe ti për këtë pakënaqësi sociale. S'kishte Orhan Ismaili. Kalonte para në përshesh, kalonte totalisht indiferent kur qytetarët protestonin për rrymë. Pse Partia Demokratike e Kosovës nuk ju bashka, është ajo e kënaqur me qeverisin e Kurtit atëherë. Dhe Abdiku përmendi figurën letrare të Sancho të Don Kishotit, të Don Kishotit që s'ka lidhje personaliteti Albin Kurtit me atë figurën, kam bërë dje me një shkrim një analizë. Është një dështim i tij për të tërheqë paralele ndërmjet ndërmjet Don Kishotit dhe Albin Kurtit. Albin Kurti duhet të deshifrohet terma të tjerë, krejt. Figur komiko tragjiko komike. Por tash nuk është kjo me rëndësi mirë, po
pyetja themelore, të kthehemi tek kauza. Abdigjiku, Ismaili, PDK nuk u fokusuan për të bërë betejë politike me Kurtin e kuvend. Fjalimet dje i kanë në kuvend. Asnjëri prej tyre nuk e përmenden as trashëgimin e negociatave të Albin Kurtit dhe të japin argumente pse pretendimi i tij që vetëm me të veriu është storje suksesi mund të mos jetë i saktë. Na bindin neve qytetarë për sot, për nesër. Urojta kurse, se kanë bërë 4 vjet, se unë kam thënë edhe Mitrovica është humbur, ti nëse të kujtohet. 4 vite nuk e vënë Kosovën. Unë kam thënë edhe Mitrovica është humbur, jo për shkak të asaj që ka ndodhur këto 2-3 javë të fundit. Është humbur nga kjo betejë 4 vjeçare e pasivitetit. Dhe dy prej temave të mëdha që i qëndrojnë Kosovës në tavolinë, do të nuk u përmenden as nga përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës, as nga i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërkohë me që janë të shqetësuara me probleme sociale të akumuluara, që Kurti thotë nuk ka, atëherë nuk kishin përgjigje pse s'kishte protesta dhe pse edhe vetë PDK nuk u bë agent organizimit të protestave. Nuk pat protesta tha. Kështu që në këtë drejtim kjo është diku pe gjejnë pak nartësi tha PDK. Kështu që në këtë drejtim kjo është situata pak a shumë rit që po hyjmë edhe është bëha që koklavitur sapo e kemi edhe të vështirë t'ja gjejmë fillin racional. Kaq për këtë analizë sot, do të vijojmë këtë temë ta analizojmë në detaje nga secili dimension, nga secila perspektivë ka solli, sepse do të kemi punë natyrisht. Këtë punë kemi. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.